Ç'mendim keni ju, doktor? Gjurmët janë të qarta, po fjalën e fundit e ka autopsia. Merreni. Automjeti duhet jetë i markës IPA. Goma e parë, krau të majtë, ka një të prerë në formë trekëndshi me bazë përpara. Po gjurmë të dyta? Ato duhet jetë një tonazh të vogël. Të bllokohet parku. Sigurisht. Pesa më ndëgjon. Pesa ju dëgjon mirë. Të bllokohet parku. Ju kuptova drejt. Jam kthyer në park aty nga ora 23. Kishe njeri me vete? Po, një arsimtar të shkollës Arzit. Ju ndodhi gjë rrugës? Sikur s'më kujtohet. Po, më ndaloi Sula, inspektori vullnetar. Ai e ka gosht punën e frenave dhe unë për t'i treguar se i kam në rregull, frenova stop. Makinat me këto targa i kanë motorët më të ngrohtë. Me sa duket kanë ardhur të fundit në park. Në rregull. Mirupafshim. Si që thash, pardje në koridor më shoqëroi deri te zyrës dhe më tha: "Dua të jemi vetëm për vetëm se kam për të biseduar diçka me rëndësi." Kur të duash i thash, vetëm tani ose kam një mbledhje. Qëndroi një çast në mëdyshje, s'është bëri një gest dhe iku. Duke i rënditur? Mjaft i rënditur. Nuk ma mori mendje se do ndodhte kështu. Shoku Bardhyl, kjo që na ndodhi ishte si rufeja në qiellin e kthjellët. Thonë se ka vrar veten. Po pse gjë? Nuk e dihet. Çdo moment kjo punë. E kishe parë si ishte bërë kohët e fundit? I flisnjes përgjigjej. Ashtu vërtet. Thonë sa shmendur ja ka hequr vetes. Më doktor, kë jam me të katë. Ti e ke patur mi këtë afërt, pse rresi vuf? Ç'të flas? Pas që harruan mirë puna. Ku e di unë? Vdekja ka ndodhur rreth orës 19:20 të ditës së djeshme. Ajo nuk është shkaktuar nga aksidenti me makinë, por nga një goditje në kokë. Në stomak ju gjet sasi alkooli. Përmbajtja e alkoolit ju gjet edhe në gjak. Akt dëshminë e keni gati pas një ore. Fjalët që thuhen më kanë tronditur më shumë se vdekja e tij. Unë e njeh mirë tim vëlla. Megjithatë dyshimes më lan të qetë. Kohët e fundit duke i shqetësuar por nuk tregonte. Edhe pardje kur erdhi tek unë. Po? Tani vjen. Si ke halli? Çfarë ka ndodhur? Asgjë. Amër fol. Kështu nuk ta them dot. Mirë. Unë prit kafene se tani vi unë. Pasi mbarova punë, u futa në kafene, por nuk e pash.
Ky ishte takimi ynë i fundit. Viktima Dilaver Dilo rrihet nga një familje me origjinë punëtore. Sipas dëshmive, ka qenë njeri i qetë, familjar, pa vese. Kohët e fundit, me gjendjen shpirtërore të viktimës kishte ndodhur një ndryshim i dukshëm. Shfaqte shenja nervozizmi, rinte i vetmuar. Mbyllej në magazin dhe për orë të tëra merre me dokumentat. Por askujt nuk i tregoi për hallin që kishte. Ndërkohë të dhënat e para të ekspertëve kontabël janë mjaft shqetësuese. Kostumi prej doku u gjeti zhubrosur. Duken dhe shenjat e një rrote që janë shkaktuar nga kalimi i makinës mbi të. Ai përmbante një sasi të konsiderueshme fijesh të holla leshi me gjatësi 1.5 deri 2.5 cm. Rrotat e një makine me tonash të vogël, e cila ka bërë kthes 30 metra më tej kufomës, ndërsa gjurmët e frenimit të ifës janë një rastësi. Sipas aktit mjekoligjor, është gjetur e dëmtuar ana e prapme e kokës së viktimës. Kufoma duhet të jetë hedhur në rrugë tek salla e arzit, ndërmjetorëve 22:30 të ditës së njëjtë dhe 3:30 të ditës së premte. Pra cili është mendimi juaj? Vrasje me paramendim. Gjendja kaotike e dokumentave të lë të dyshosh për përvecime të mëdha. Akti mund të jetë kryer nga persona që kanë qenë bashkëpunëtor të viktimës. Të dhënat që kemi nuk janë pak për një fillim. Tani të përcaktojmë rrugët që duhet të ndjekim. Këtë jetim ta vazhdoni ju të dy. Kur u kthyen park kjo makinë? Nga ora 1 ditës së premte. Kjo makinë është parë të kalojë në mbrëmjen e ditës së njëjtë në rrugën ku u gjet kufoma. Unë e kam patur baba. I mirë apo i keq ai mbetet baba im. Ai ishte i butë në shpirt. Ai kishte besim te të tjerët. Po kohët e fundit si sillej? Të ka bërë përshtypje ndonjë gjë? Kohët e fundit sikur nuk qema ai i pari. Baba, e shpejt lutem. Shiko këtu, babi. Zana Dilo, dega arkitekturë. Ç'ke kështu? Ti s'po gëzohesh fare. Mos ma vere. Jam gëzuar pa mas. Do ta festojmë, babi? Pa tjetër. Tani. Eja merr një pastë. Iksana se kam shumë punë. Blie vetë pastën. Po mua nuk më shijon vetëm. Të lutem, babi. Eja shkojmë bashkë. Keni njerëz në arës? Jo. Pati është firma që furnizon kombinatin. Fakt shkon të shpesh. Po mirë. Po kur bisedonit me ta? Nuk ju ka rënë sy ndonjë gjë e veçantë? Jo. Jam së mua më thoshte. Po do shkoj të vizitohem. Aspirina pinte shumë.
Shoqja e Tuse. Më falë që po shqetësoj përsëri. Po kam hallin e vajzës. Mos u shqetësoni. Për çdo gjë të re që mund të dalë, le të vitëm takoj vajza. Miropafshim. Miropafshim. Faleminderit. Prisni një minutë. Më kujtohet diçka. Ç'është kjo letër? Burrit ja kishte dhënë një i panjohur. Pak orë para se të ndodhte. Faleminderit. Fijet e gjetur janë identike me ato të rrobat viktimës, ndërsa gjurmët dhe shkrimi në letë nuk përkojnë fare me personat që pronin me të. Hyr. Ulu. Ku edhe si e ke kaluar mbas ditën dhe darkën e ditës së njëjtë? Me shokët. Emrat e tyre. Që duan juve emrat e shokëve të mi? Këtu pyetje ti drejtoj ju. Më keni thirrur kot fare. Ndërsa ne mendojmë të kundërtën. Ti Astrid Vero je i thirrur si dyshim të lidhur me vrasjen e Dilaver Dilos. Nuk kam të bëj me asnjë lloj krimi. Edhe e dyta dyshimi nuk është provë. Po, ashtu është. Po edhe provat nuk mungojnë. Unë nuk kam kryer asnjë krim. Nuk di dhe nuk dua të di asgjë. Çfarë transportoje zakonisht me makinë? Sende ushqimore. Konkretisht. Mish. Po, më dhe qumë është djathë. Po këtë javë? Edhe këtë javë, këto. Me arka apo me thas? Me arka. Bilet paketuara dhe të peshuara të tëra. Po vesh mbathje në përgjithësi? Apo sende prej leshi ke transportuar? Ajo. Një fat tillë nuk e kam patur asnjëherë. E qartë. E tani po të pyes për herë të fundit. Ku edhe si e ke kaluar mbas ditën dhe darkën e së njëjtës? Jo, thash një herë me shokët. Me kë dhe ku? Për këtë nuk jap llogari asnjëriu. Është vrarë një njeri. Dhe kufoma është nxjerrë me automjet diku jashtë qytetit. Nga të dhënat e deri tanishme, del se pranë vendit ku gjet kufoma janë gjetur gjurmët e gomave të makinës tënde. Bile kanë kaluar mbi viktimën. Kjo ka ndodhur rreth orës 24 të ditës së njëjtë. Në drasat e karrocerisë janë gjetur thije të holla leshi të batanisë me të cilën ishte mbështjellë kufoma. Gjë që vërteton në mënyrë të pakundërshtueshme se ajo është transportuar me këtë makinë. Ti atë natë je kthyer në shtëpi rreth orës 1 duke u kthyer premte. Duke ju shtuar të tëra këtyre dhe refuzimin tonë për të dhënë shpjegime se si edhe me kë e ke kaluar mbas ditën dhe darkën e së njëjtës, nuk na ngelet gjë tjetër veç të mendojmë se ti je pjesëmarrës në atë krim. Mendoni si të doni. Unë nuk kam gisht në këtë vrasje. A ke gjë tjetër për të shtuar? Jo. Mbaruam. Çfarë programi ke për sonte? Zakonsh. Do a dark, pastaj do lexoj. Shumë të varfër dhe pa pikë fantazie. Oh, po pse çfarë duhet bëj sipas teje? Po ja për shembull, a mund të vish sonte në ditëlindjen time? Ditëlindje? Po. Mirë. Po vi. Më prit këtu një minutë. Faleminderit. Të lutem. Një tuf me lule.
Faleminderit. Unë I doja zyrët, nga pakujdesia. Nga jep në dënimin që meritoj. Merën. Dëgjot. Unë jam me mendimin se djegja e zyrave ka ardhur nga mungesa e vigjilencës dhe nga pakujdesia e rojas. Nuk ka asnjë fakt që të flas për bashkëpunim, ose që roja të jetë I shtyrë nga njerëz të tjerë. Her për herë asgjë nuk hedh drejt për një version të tillë. Mirë, po atij është djegur gjithë dokumentacioni që ka të bëjë me kombinatin e mishit. Alo. Urda. Ajo, jemi familje. S'ka gjë. Kush të mirë në këto orë, Morbir? Të thrasi në punë? Jo. Po ti pse e ngritur? Shko të flesh. Çfarë ke? E po mërzite, Morbir. Edhe I gjumi nuk e ka mesus të dhe. Unë do të rahatohem kur të rahatohesh ti. Po këtë avaske. Do të vi një ditë edhe nusja dhe ti prap do të ankohesh. Si ta nxëkoja atëlla? Kur të vi fluturza, unë do të fluturoj. Po prandaj nuk martohem unë. Se kush e di fluturon vërtet edhe unë vetëm pa në noke. Se si I thon fjalës. Nuse gjen, po nën nuk gjen më. Tallu ti, Morbir, tallu. Por do të më kujtosh me dhimbje kur të mos jem. E di çka ti në noke ime? A bëj një kafe. Het. Het. Dinit na thoni ndonjë gjë për Dila Verdilon? Unë s'kam pasur të bëj me te. S'diqtem. Kur dëgjon revizorit që po merre me dokumentat e tij, s'ke se si ti qëndrosh besnik mendimit parë. Kujto Dila Verdilon dhe të luan te peleku I kokës. Thonë si ishte vetvrasje. E vërteta shoku e tus? Kush thot se ishte vetvrasje? Po nuk ka tym pa zjarr. Gjithçka do të sqarohet. Nuk e di, po një gjë është e vërtet. Se kote e funit ai kur takonte në mëngjes të thonte mirëmbrëma. Vetëm punon dhe Dila Veri? Vetëm.
Kishte një ndihmës. Kontrollorin e cilësisë. Vangjush e quaj. E zëvendëson të shpesh? Disa herë kur Dilaveri shkonte në ndonjë mbledhje se ishte kryetari i bashkimeve profesionale. Vangjushi ka 20 vjet që punon këtu. Duke patur besim tek ai se ishin edhe shok fëminije, ne angarkonim me kërkesën e Dilaverit edhe këtë detyrë. Tani na thuaj se ku edhe me kë kalove natën e sejtës. Ama presim të na thuash vërtetën. Isha me një femër. Me cilën? Me Liliana Tinën. Në ç'vend? Në shtëpinë e saj. Në çfarë vajte tek ajo? Me saksi nuk më kujtohet, po duhet ishte ora 1:10 Qëndrove shumë? Deri aty nga ora 1. Ja ke dhënë njeriu çelësat e makinës? Jo. Ku e kishe lënë atë natë makinën? Afër këndit sportiv ku e lë zakonisht. Roja e ndërtesës është një njohuri imi. Po kur dole, e gjete makinën aty? Po. Mirë. Tani shkoni. Liliana Tina është shitse në një dyqan mishi. Ishe shoqja një magazinieri që ka vdekur para 3 vjetësh. Juve shok? Salam. 15 lekë 40 qindarka. Mirdita. Mirdita. Mbaroni punë me qytetarët, ju lutem, se do të fillojmë inventarin. I lutem na falni. Ullu. Ju kam thirrur t'ju pyesi dëshmitare. Para se të fillojmë po ju bëj të qartë se për dëshmi të rreme dënoni penalisht. Do të them vetëm të vërtetën. E njihni Astrid Verën? Po. Sa kohë? Rreth 1 vit. A mund të na thoni çfarë marrëdhënie keni me ta? Po pres përgjigjen tuaj. Po ja si t'ju them. Ju e kuptoni dhe vetë. Mu qep keq. Në fillim rezistova, po pastaj nuk munda ma. Ai më thoshte vazhdimisht se do të martohej me mua, kështu që Jeni takuar shpesh gjatë kësaj kohe? po, Ku takoheshet? në fillim jashtë, ndërsa më vonë ai filloi të më vinte në shtëpi. Kur ka qenë herën e fundit? Të shtunën mbrëma, Po para të shtunës. të mërkurën. Po ndërmjet këtyre ditëve nuk ka qenë? Jo, Ose ju ka dal nga mendja? jo, jam krejt e sigurt. Sillni Astrid Verën. Ulo. Kur ka qenë herën e fundit në shtëpinë tuaj Astriti? Të mërkurën dhe të shtunën. Po ndërmjet të mërkurës edhe të shtunës ka qenë? Jo, nuk ka qenë.
A jeni e sigurt për këtë? Po. Gjen! Gjen! E pse të gënjej? Unë e pranova që ne duhemi. Atëherë pse të mos e pranoj? Që edhe ditët e tjera ti ke qenë tek unë. Mirë, mund shkoni. Ju betohem që kam qenë tek ajo. Ju betohem për shka më të shtrenjtë. Po e gënjen. A ka ndonjë arsye ta bëj këtë? Jo. Asnjë arsye. Ne kemi kaluar kaq mirë bashkë sa nuk ma merrte mendje të ma punonte kështu. Po unë kap dëshpitar. Hamzash qartin, pyeteni po doni. Liliana Tina doli në rregull me inventarin. Hamzash qarti i mohoi të gjitha. Ç'mendoni? Në fillim mendova se ishte thjesht pakujdesi. Feneri ndodhur në murin që ndan dhomën e rojës me zyrat ka mbetur fare i paprekur. Pra, ai nuk mund të ketë qenë shkaktari i zjarrit. Këtë e vërtetojnë edhe fotografitë që kemi. Pardon. Po shkaku i fikës dritave u gjen? Jo. Tani për tani është vështirë që të gjendet. Përdesa siguresa ishte në rregull, do të thotë që defekti është diku jashtë. Si shpjegohet që fill pas fikës së dritave plasi zjarri? Një rastësi? Nuk e besoj, sepse të gjitha dokumentat që kanë lidhje me kombinatin e mishit janë ndjekur. Kjo është me rëndësi për hetimin tonë. Shoqja Flora. Zana. Më falni, por kisha diçka për t'ju thënë. Po? Atë ditë që shkua me baban për të parë listat e të drejtave të studimit, unë harrova t'ju thosha diçka. Po? Ku ndam me baban, në anën tjetër të trotuarit atë e prisni një burr me gjyslyk. Nuk e njeh? Jo. Si ishte veshur? Nuk më kujtohet. Po shpëritet se deficiti i babait është shumë i madh. Ju lutem mas qaroni, si do t'i vej halli familjes tonë. Unë jam gati të hyj në çdo punë. Mamaja thot do të shesim në shtëpinë. Vetëm që... Po mos u nxitoni, Zana. Shkollën nuk duhet ta lësh në asnjë mënyrë. Edhe kujdes mësimet. Mirë. Mirupafshim. Mirupafshim. Tani nuk jemi në hetusi. Prandaj do të më thuash të vërtetën. Kam qenë në këtë shtëpi ditën e njëjtë apo jo? Jo. Prap vazhdo të gënjesh? Mami! Do ta marrësh shpirtin kur s'm tregove fort. Po ti ke qenë i pirë. Ti nuk më ti nuk di se çfarë. Lëzorin edhe lëri fjalët të shtrik. Po ti s'po më pas si shpjegohem. Ti ke gisht në vrasjen e Dilaverdilës? Jo. Për mua s'ke përse dyshojmë për asgjë. Atëherë unë pse duhet gënjej? Të them që ti ke qenë të njëjtën, kur në të vërtetë ti nuk ke qenë. I di. Edhe unë duhet të adru për aresën tënde të mallkuar.
të kërkoja në gjithë të qytet të dhëna për gjithë ata që kanë ato pak karakteristikat jashtme, ishte e pamundur. Prandaj u kufizova vetëm në 2 mjedise, në fermë dhe në kombinat. Vetëm me këtë hollësi që disponojmë, pothuajse asnjëri prej tyre nuk të tërheq vëmendjen posaçërisht. I gjatë dhe me gjyslyke është një përgjegjës sektorin e fermë, i cili është deputet, drejtori i kombinatit, mjeku veteriner dhe një banakier. Banakieri dyshohet se përdor rrushfete për të rregulluar punët e veta dhe të familjes. Mjeku veteriner, kohët e fundit, ka kërkuar me këmbgulje të miratohet garancia për të vajtur jashtë shtetit tek Junxhi. Ç'lidhje ka doktori me Tungjin? Në parë nuk e zinte fare në gojë. Tani papritur ka kërkuar të shkojë te Junxhi për të rregulluar çështjen e trashëgimisë. Na duhen të dhëna më të plota për të hedhur dritë me këtë çështje. Patjetër. Do të vish sot me unë për të parë ndeshjen? Kush luan? Me hiqesh edhe tifoz pale. Brazili pra, skuadra jote e preferuar. Oh, shiko më prit se do të vi. Urdhroni. Ndërmuin që është krijuar në dokumenta mund të ketë dorë edhe dikush tjetër. Mungojnë disa dokumenta me rëndësi që Dilaverit nuk i interesonte të mos i kishte. Dyshoj edhe në firmat e këtyre fletdaljeve. Çfarë dëmi është shkaktuar ekonomisë? Dëmi duhet të arrijë shumë të konsiderueshme. Kemi nxitje tregut zi dhe kompromentim të njerëzve të ndryshëm. Këto dokumente po i marr me vete. Ditën e mirë. Niko Simoni, mjeku veteriner, ka lindur në Korçë me 1937. Rrjedh nga një familje intelektuale. Junxhi ka ikur jashtë shtetit me 1944, disa ditë para se të sqarohej qyteti. Por çfarë tipi është? Këto janë disa dhëna. E qartë. Sipas këtyre të dhënave, mund të krijosh një përftyrim më të plotë për karakterin dhe bindjet e tij politike. Deri tani, duket sikur këto dhëna nuk kanë lidhje të drejtë për drejtë me çështjen që po hetojmë. Një minutë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Si jeni mirë? Mirë, faleminderit. Dartyli këtu është? Po, këtu është. Hyni brenda. Bardyl, më falni që u shqetësova, po dësha të takoja patjetër. Bëre shumë mirë që erdhe. Urdhëron brenda. Uluni. Flora, ja erdhe. Mos u mërzit. Sa e bukur, vetë keni punuar? Ja, me këto duar, që u plakën e nuk punojnë më. E me këta sy që po më lenë. Duhet një dorë tjetër këtu më çup. Një nuse më nën. Pse se thua troç? E po njësë këmër birë. Ja si kjo këtu. E kam shoqe punë më nën. Nëse tani na lër pak vetëm. Po si. E pyeta Astritin për Hamza Shartin. Ai e pas ka njohur me Liliana Tinën. Morë ndonjë zën për Hamzan? Ka punuar 5 vjet në marinën tregtare. E pezulluan se dyshohej për kontraband. Punoi 1 vit në miner dhe transferuan në kombinat për arsye shëndetësore.
Me sa duket çështja mund të shkojë më tej se sa një vjedhje e zakonshme. Ver një firmë këtu. Anjush. Hemër qëta? Folur burësa. Lere. Eja shkojmë nga unë, pim nga një gotë dhe bisedojmë. Ata ka rënë qurë. Ti tregove gjë? Jo. Pata pëthuj se I din të gjitha. Më morën dhe firmën. Nesë du shkoj prapa ty. Doktor, duhet bërë çmos që të shpëtoj. Është në gjendje komë.
Letër njoftimet, ju lutem. Shkëmbi jam Shqiponia, si më dëgjon, marrje. Ju dëgjoj mirë, vllumbi u nis për Shkodër, marrje. Ju kuptoj drejt, marrje. Barkën e keni tek syri kaltërt. Minuta e 35 të pjesës së parë të ndeshjes së futbollit ndërmjet ekipeve përfaqësuese të Republikës Federale Gjermane dhe Danimarkës. Rezultati është 0-0, është kjo ndeshja e fundit në grup. Një lojë e pëlqyeshme nga të dy ekipet. Ja tani shohim lojtarët gjermanë perëndimor në këtë aksion sulmues. Është Rof me të gjuajtje nga lart topi prek shtyllën dhe vazhdon të jetë në lojë. Gjithë një gjermanë perëndimor të kontrollojnë topin. Kundër përgjigjen tani danezët është Martin Olsen me të depërtim brenda zonës, pengohet nga një mbrojtës gjerman perëndimor dhe gjyqtari me të drejtë jep penalti për ekipin e Danimarkës. Topin nga pika e 11 metrëshit e gjuan Jesper Olsen, ekipi i Danimarkës kalon kështu në avantazh. Minuta e 43 e pjesës së parë, rezultati 1-0. Më besoni, nuk jam nisur nga asnjë motiv politik. Ikja ime është e lidhur vetëm me çështjen e trashëgimisë. Bëj fjalë për mijëra dollar. Po ti? Nuk e di. U gjeta bosh. Shkova pas Nikos. Dilaveri nuk më tregoi asgjë. Një ditë më thiri në magazin. I kam hyrë një inventarit hollësishëm. Jam shumë keq. Më mungojnë fatura. Një 2 firma se si më duken. Më falë gjysho. Dyshoj të këti ashtë sa që më dyshoj në vetën time.
Po mirë, si do e bëjmë? Ta bisedoj me drejtorin. Ja. Prit. Të sigurojmë njerë, pastaj. Pas kësaj, unë lejmërova shok të grupit, Dilaverin, e thirëm në shtëpinë time. Ç'mendon të bësh? Denancimin. Jo. Do t'ishte një hap fatal. Është në evitet. Unë s'mund kem gabuar, ka që rëndë. Faktet janë më kokë forte. Kush e di ç'bishte na dalin më vonë. Unë të kam zëvendësuar në magazin. S'm ka shkuar mendja kur te këty. Ka vetëm një zgjedhje. Zjarri që do i fshinte të gjitha. Ti ve zjarrin magazinës? Vetëm kështu mund të shpëtosh. Vangjush. Jam në shtëpinë tënde apo? Po. Kjo është një rrugë dalje. Tani e kuptoj përse më keni thirrur këtu. Nuk kam asnjë punë me ju. Je mos më njos. Ti je i krisur. Por ne nuk do të lëmë të denoncosh. Dhe me thënë që të gjithë jeni të mendimi që unë të bëhem zjarrëdhënës, a? Është një zjarr që sot do i shndroj të gjitha në hi. Nesër në para. Tani e kuptove. Të vërtetë janë të gjitha këto që po ndodhin këtu, o Vangjush? Edhe unë i marrit kam besuar. Do t'u denancoj të gjithëve. Mendohu mirë. Idiot. Të mendohem. Para. Ulu. E ka shkruar një i panjohur. I dham diçka. Nuk donim të linim gjurmë. Gjithmonë në rrugën e zhdukjes gjumëve ju dogjet zyrat edhe stallët. Pastaj? Dzień dobry. Do ta mbyllim vajti ora. Shtëpi do të shkosh?
Ja, do të shkëti Liliana. Bash qef. Astrid, Tia? Ti ke dritë. Shpati. Jepi pak mbrapa. Arritëm tek stallat e arsit? Hec. Shiko atu. I dëgjove? Këta janë njerëzit të cilëve ti ju besove verbërisht. Te këta të çon jeta që kalon më tepër kafeneve dhe pjetonëve. Në rastet kur unë zëvendësoja Dilaverin, i faturoja bie fjala 3 kuintal mish. Një faturë mbaja unë. Një shoferi i cili ja tregonte rrojes tek porta. Një faturë e merrte shitësja e mishit Liliana Tino. Në mbrëmje, unë e grisja faturën dhe bëja faturë të re me 1 kuintal mish. Po ti ç'bëje me faturën? E merja faturën Astridit dhe bashkë me timen e grisja. Po ai s'kishte dieni për këto veprime? Nuk i jep të rëndësi. Ç'mënyrë tjetër përdornit për të vjedhur? Dërsa Amzai manovronte me peshoren, Dilaveri kujtonte se nxirrte nga magazina bie fjala 100 kg mish. Dërsa në realitet ishin 120 kg. Do me thënë 20 kg më tepër ishin të shitëses. Kjo vjedhje bëhi në mënyrë sistematike. Dhe që të mos zbuloheshit vërat një njeri.
Tani të vim tek thelbi i çështjes. Kush shihet pas jush? Dhe qëllime të tjera kishte grupi juaj. Hamza Shqarthi. Çkom si kishte personi me të cilin u takuat në parkun e Lodrave. Kjo ishte e gjitha. Pojtimi vazhdon. Ti mos e mbaj mendin atje. Jetën e ke përpara. Edhe kujdes mësimet, mirë.